Legjenda Sokol Kushta u kthye dikur në Maktin e Serbëve duke shënuar me flamurtarin kundër Partizanit në Beograd. Të njëjtën gjë kanë mundësi ta bëjnë kuqezinë sot në mbrëmje kundër Serbisë në stadiumin Dubočica të Leskovcit. Kështu u shpreh Kushta në një intervistë duke thënë se djemtë e Silvinjos kanë shanse reale për të fituar teksa nuk i kursen edhe fjalët për serbët. Po patjetër që do të presim rezultat pozitiv, asgjë tjetër, përderisa po luftojnë për një vend, pse të mos e kenë. Populli serb nga ai popull ta lidhi me ata pjesëtar të federatës, ata nuk është se vinë nga një kom tjetër dhe ata të federatës, të tillë njerëz janë. Ato gjëra do bëjnë dhe ata mendojnë se duke marrë masa për simbolet shqiptare, ata e quajnë se qetësojnë gjendjen. Është një gjendje që ata duhet ta kalojnë për veten e tyre. Ata mbrojnë veten duke ditur kërcënimin që kanë. Kur shikojnë flamujt shqiptar, ata mbrojnë veten e tyre nga egërsia. Prandaj ndoshta si të thuash, po jap ilaç vetes se qetësoj veten, se un jam njeri i sëmur mendor. Flamujt tanë, simbolet tona janë diçka acaruese për ata, është normale për ne. Kush e di historinë nuk duhet ta çaj kokën, sepse është normaliteti i tyre egërsia, u shpreh Kushta.